themelues, përfaqësues dhe antare familjes sonë të madhe politike, Partisë Socialiste të Shqipërisë. Puna e solli që pikërisht në muajin e kremtimit të 35 vjetorit të lindjes së kësaj familje për Shqipërinë, një masë e madhe njerëzish të dilte të vrullshëm mbi sipërfaqen e kanaleve të internetit dhe një bashkësi përfaqësuese e saj të merrten zotrim çdo mbrëmje bulevardin e Tiranës. Protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anullimin e një investimi madhor që do të ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë, duke futur të paktën 4 miliard euro në një ekonomi me një volum të përgjithshëm prej 27 miliard eurosh. Vetëm ky investim është më shumë se 1/7 e prodhimit të përgjithshëm të vendit tonë dhe është 2 herë e gjysmë më shumë se sa i gjithë stoku i investimeve tuaja në Shqipëri vitin e shkuar. E vërteta është se edhe unë personalisht po të isha një qytetar që informohet nga rrjetet sociale, duke dëgjuar dhe parë turlilojet e gjysmë të vërtetave të fryra çdo minutë në vorbullat e kanaleve të dala me tërbim nga shtrati, si dhe lloj-lloj videosh dhe fotosh të sajuara për të ushqyer zemërimin, pelikan të ngordhur, flamingo në arrati, ruspa rrafshuese të natyrës, gradacela mbi lagunën dhe mbi Sazan, tabel kufiri e Izraelit mbi një gardh me tela me gjëmba, do kisha dalë në bulevard, i lahtarisur nga gjithë ai apokalips digital. Do të më duke dhe mua që e keqja e gatuar pas shpinës popullit ishte aq e tmerrshme sa befas krejt bota u zgjua si nga një ankth dhe u bashkua kanal më kanal, ekran me ekran, kontinent më kontinent, për të shpëtuar atë dheun tim të vogël nga një investim shkatërrues për jetën e gjelbërt, shfarosës për zojtë dhe për breshkat e ujit, vrastar për njerëzit, varrosës për të ardhmen e Shqipërisë. Dhe pa diskutim, anullimi i një projekti kriminal që u trumbetua me nota ulëritse dhe si shitje e të vetmit ishull të Shqipërisë, si falje e një toke publike në zonë të mbrojtur, si shqelmim